60. Selmani u bë për ta një pikë e rrezikshme. Vdekja e tij në bën të ditur ekzistencën e të tjerëve. Një vdekje që flet dhe mbulon në të njëjtën kohë. Vetëvrasje. E përse duhet jetë vetëvrasje? Po sikur të kenë qenë të tjera ata që... Është e tmerrshme. Përse nuk më besoni? Ata më pyetën për Qazim Belulin. Mua, pikërisht mua. E kuptoni që po ju them? Mirë. Kontrolloj jashtë. Nuk ka asnjë lëvizje. Çfarë ju doktor? Vdekje pa pritur. Organizmi shëndoshëm. A muart material për analizë? Natyrisht, bilet e të vjella. Po përgjigjen kur mund ta marrim? Ndoshta mbas 2 ditësh. Në rregull. Këtë tip e pash dietë këtu. Po, interesohem shumë për të, prandaj rasti nuk duhet parë si thjesht. Kuptoj. Përse mendohesh? Si mund jetoj njeriu në këtë mënyrë i vetëm? Njeri i çuditshëm. Hetoni çdo gjë me kujdes dhe I bëni një kontroll tim të banesës. Mirupafshim. Mirupafshim.
Shoku Gzim, Hapira. përfunduam. Edhe? Gjatë kontrollit të banesës Selmanit, u gjet një pistolet të të, me 50 co fishek, pa lej. Numrat janë shuar me lim. U verifikua se kur ka qenë ushtar ka kryer edhe detyrën e magazinjerit. Dhe aty i ka humbur një pistolet. Sipas dëshmisë së gjashyqës, rojes kooperativës, Selmanin e ka parë natën vonë për rrugët e fshatit me 2 persona. Po. Cilët që në ta i verifikuat? Po, njeri që Dalit Mulligjiu, kurse atë tjetrin nuk e kish parë ndonjëherë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Ali. E di si më tha gjashyqua? Selmani tha i vinin këmë sa ndekte, do të ketë vdekur nga të pirët, ase ja kishte qefi ta kthente nga ndonjëherë. Njerëzit nuk flen. Po më tej, Piro. Përgjigje analizës toksikologjike. Në organet e brendshme dhe në gjakun e Selmanit është gjetur elme për ardhje nga preparatet të zhivës. Thirrja e tij në deg për çështjen e Qazim Belulit i ka shqetësuar të tjerët. Ky është fakt. A mund të jemi këtu përpara një vetvrasje? Nuk e besoj, Piro. Njerëz të tillë kapen me thonje me dhëm pas jetës. Po në qoftë se ai është implikuar në veprimtari armiqësore, rrugdalja më e mirë për të, mendoj unë, do të ishte arratisja. Po. Tamam. Arsyetimi më duket i drejtë, po pse nuk e ndërmori një akt të tillë? Po ndoshta e pengoi vdekje. Jo, Piro. Kalimi kufit nuk varej prej tij. Në qoftë se do ta kapnin me siguri do të cënoshin interesat e të tjerëve. Ndërsa vdekja i mbulon të gjitha. Po. Interesat e kujt mund të cënoheshin këtu? Të Dalit Mulligjiut. Të atij tjetrit ose ndofta të dyve bashkë. Po, edhe unë kështu mendoj. Se ata dy kanë qenë të fundit që janë takuar me të. Më duket se po fillon të shkoqitet diçka. A kthehemi, Dima? Dakor, Po, themi. Hyni. Mirë dita. Urdhroni, ulun. Keni ardhur për punë, shoku i tha. Do t'ju rregullojmë. E lash punën në hidrocentral sepse komisioni më nxori të paft. Shokët insistuan dhe... Qartë. Do t'ju gjejmë një punë të përshtatshme. Faleminderit.
Nuk po më nje. Sa orë djeli më lëguar. Nga të një. U këm ka gjvit babar, si e? Mirë, si Si e nga shpje? Hajde Allah shpejt se na mallën gjytën e tjerëve këtej. Shiko. Kur të mbarosh takojmë në klub. Vjen atë përdora. Atë pres. Vjen atë përdora. Nëse e marrë gjithë kohë. Kam punuar gjithë një hidrocentrale. Kurse tani jam invalid. Invalid? Nga se? Jam ftohur keq dhe tani nuk merrem dot me punë të rënda vetë. Shtua më. Prandaj më kanë caktuar këtu. Po ti me se po merresh. Po unë dreqi. Kam patur dhe unë plot për i becira. Jam më bën disa vjetë që punoj punëtor këtu në kurore. Po nese. Ja gëzuar dhe mirë së merdhe. Gëzuar e mirë së gjeta. Mirë i thonë fjallës. Misia familjare shkon brez pas brezi. I martuara, beqarë. I martuar. Kam edhe një djalë. Shtua më, të dëroj. Faleminderit. Shiko që djalë. More, po sa të ngjeti sa, Po s'do mendoj. Po ti që bën ti. Si e, pas ke vendosur të rish beqar, Kur kalon mosha i sa, zorë të vendosësh. Leqi ku ju dhjetë këtyre punëve të bardhë. Losari e sapi. Nuk të pyeta familjen e ke marrë me vete. Për ajo, sa dje shtëpi. Po ku ke zëmbët? Note? Hotel? Po. Jo, që nke paralëri masë i zhuket, Po të thash sa dje vend. Leri këto bdaleqe, dhe i flinë dhomën time. Jenë si në shpinë tende. Një punëtor që flinte me mua, mori shpi, krevati shbosh. Shtua. Iq mos më ndo. Si jam kundër. Faleminderit. Usta, edhe një tjetër. Erdi. E që kujton ti, more, se do të lë të bredhësh poshte për pjetë përsëri? Që të bëj që nuk qesh unë këtu e bëre si deshe, se të mos qesh këthyër unë me kohë, edhe sot e kësaj dite burgjeve do dërgjeshe me ata shok që pa të zënë ti. Po si. More, kështu si të them unë është. Kam bredhur dynjan unë, merr vesh, e që nuk më kanë parë sytë. Po gjene për këtë truall më ka qarë zëmra, për këtë truall. O, po do të më reja shtetit ky. Po ku more? Në Itali, se të presit ta kanë shtruar me lule zotëri sate. E ti s'di të fshish as qurrët, more qyq. Lërë dhe ti tani lërë, po grindi ti një këti në shtëpinë. E unë do të vete ku të dua dhe askush nuk mund të më pengoj. Ashtu? Mirë pra. Po di kjo këtu, se po të them një herë. Ku të shkojmë? Për te i këtyre brigje, çdo gjë mund të gjesh. E kishim lënë sonde për të shkuar apo? O, vërtet. Po nuk e ndjej veten mirë. Mua mos më duaj. Më mirë im këtu e shkëmbejmë në një fjalë, si thua. As këtë, more. As këtë qyqi. Po me këtë shkëmbej fjalë. Me ty apo me librin? As në nënën tënde, o harram. Po, Shqipërinë, ta duash, dëgjon. Ta duash. Ka rrugë tjetër në do të rosh me nder. U mori dreq, ju mori. Morisa, duhet të këshilloj me ty për diçka. Për çfarë? Kam patur djalin e një miku. Se kush ja bëri mendi sharap, Po? në një ditë krisën ikën, haratiset. E shpër të abitur. Si që duket ashtu e ka parë të udhës. Prit, se s'kam mbaruar akoma. Para ca ditëve duke kthyer nga puna, më dalon rrugës gruaja e tij. Në dorë mbante një letër. Ne kishe nga jande. Na lexojmë, thotë më zot letrën. Përnderu abita. Ç'ne unë më vlla me letrën e një taratisuri. Hë? Se ti e di se janë këta punë? Shok. Pora ma kur tjetëri haratiset. Ja lash letrën dorë dhe ika. Ai do t'i të penduar si qeni. Me po do t'i që ajo grua më burin mendime. Them të drejtën ai sa.
E di që më vjen keq për gruan dhe fëmijët. Marisa, po si kur t'i bëjnë letër ati të kthehet? Ore, ka me gjithmend? Ha? Apo mos vallë bëj gabim? Jo, për mua këtu s'ka asgjë të keq. Ashtu thua? Jo, ashtu mendoj. Të lutem pak të shqirë. Shtetit I intereson që njerëzit e gënjur të kthehen e mos bëhen pre për armikun. Familjet I presin. Atëre pa I shkruaj. Si do qoftë ti pyet në një që I di më mirë këto punë se... Nuk e ke keq. Po pyes punëtorin operativ. Fundi e lexoj dhe letrën. Me këtë rast, po I shkruaj edhe për një tjetër që kam njohur nga afër. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, gëzi. Si u ngrysët? Mirë, si u ngrysët. Ishte nga shtëpia juaj, vajza më tha që ishit në kinema. Po? Ju pëlqeu filmi? I mirë, apo jo, Donik, filmi bukur. Ç'kemi? E po... Besoj se nuk do vonohemi, Donik. E di, të shojmë. Natën e mirë, gëzi. Natën e mirë, Donika. Shkoj. Kemi një të dhënë interesante. Begjeta Lushi ka kërkuar mendim që t'i shkruaj Fetaminës të kthehet në atë. Çfarë ka interesante? Në atë letër ishte edhe një shprehje e tillë. Po e gjete Qazim Belulin, I thu edhe atij të kthehet. Ju presin fëmijët. Po? Si mendon? Po në një kohë kur ne po grumbullojmë të dhëna që janë interes të versionit të vrasjes, kjo më duket e çuditshme. Mos po lukundet mendimi yt për versionin e vrasjes? Mos ndoshta Begjeti e di me siguri se Qazim Beluli është arradhisur. Dgjoj Gëzim. Nuk arsyeton drejt. Edhe kjo vjen nga që e ndjek me shumë pasion versionin e parë. Edhe mundet? Unë do të arsyentoja ndryshe. Begjeti nuk hatë se hetohet. Edhe kjo I djek. Po, jo kuptoj, por nuk e di, kjo mënyrë veprimi më duket e trash. Përkundërzi, mua më duket se ky është një veprim I matur dhe disi I guximshëm. Ai e ka kuptuar ju po zhvillohen hetime. Saliu u arrestua. U thirr Çobani. U muar në pyetje Selmani. Mos ndoshta duan të largojnë vëmendjen duke futur në letër atë frazën e markuar. Që interes ka Begjeti me Fetaun? Asnjë interes. Ky konkluzion del edhe nga qëndrimi I Begjetit. Ti e di, ai është shkënuar nga populli si I degeneruar moralisht. Ju keni drejt. Unë duhet ta kisha marrë më mirë informatën para se të vijë tek ju. I bëra mirë që më takove. Tani para se të mbyllet lokali, zbresim pinga I kafe.
Ka ardhur zoti Kejl. Tani po vi. Oh, mirë se erdhët zoti Kejl. Si gjithnjë i përpikt. Natën e mirë. Mirë mbrëma, zoti general. Mund të flisni. E gjithë dega e zbulimit për Shqipërinë është ngritur në alarm. Ka rrezik që grupi ynë me emrin e koduar Tigri 4 të dështoj. Lërini konkluzionet, major. Nisni raportin folësisht. Në drejtim të Fetaminos ka ardhur një letër. E ftojnë të kthehet në Shqipëri. Aty ka një shënim dhe për Qazim Belulin. E di. Më kanë informuar. Kjo do të thotë se sigurimi shqiptar ka rënë në gjurmë. Zhvillohen hetime. Po ju ç'keni menduar? Urdhëron. Vetëm se shumë ngadalë po ecni. Kuptoj, por... Kuptoj, por nuk veproni. Më duke se në Shqipëri kemi një agent të mirë, por të pa aktivizuar. Si urdhëron? Kemi agentin trojan. A keni menduar për të aktivizuar? Tani për tani jo. E kemi ruajtur. Mos prisni të aktivizoni kur ai të vdes. Cili është qëndrimi i tij? Ai është krejtësisht i pakomprometuar. Ka burime të denja për të besuar. Kë mendoni ta marrë në lidhje? Po studiojmë. Lëri studime, major. Kam përshtypjen se ju merreni më tepër me paraqitjen tuaj të jashtme dhe komoditetin se sa me punën. Gjeni një njeri të rrethit tij, një kandidat të përshtatshëm. Për këtë duhet më raportoni që nesër. Si urdhëron. Me këtë plan jam dakord. Filloni veprimet. Agenti Trojani do të na duhet për të rivendosur gjendjen në rezidenturën tonë Tigri 4 qartë. Si urdhëron. Mund të shkoni. Ju ka ardhur një letër nga Shqipëria. Lexojmë. Po këtu flitet për... Ja përgjigja. Ulu kopjoje.
Dhe mos më hajde edhe një herë tjetër I parruar në zyrë. Si urdhron, më falni. Nuk do ta përsëris më. Ullën zoti Ilia. Si jeni? Faleminderit. Ju e dini zotni që unë kam kaq kohë. Në fund ne vendosëm të ndihmojmë. Do të ndërhyjmë që ju të riadresoni në Shqipëri. Faleminderit. Vese mos shpandeni zoti Ilia se ne nuk dimë gjë për qëndrimin tuaj. Ju zhvilloni një propagandë që na dëmton. Jo, zotni. Ju gaboni. Nuk gaboni as pak zoti Ilia. Ne e dim mirë punën tonë. I lutem mos lejoni njëri të hyjë, jam I zënë. Po të vi zoti. Atë lejojnë. Në rastin tuaj ndikojnë pozitivisht dy faktorë. Mosha dhe oferta që më bët kohët e fundit. A jeni në gjendje të paguni? Nga kursimet e mia, zotni, mund t'i ofroj. Shumë mirë. Mund t'i përgatitni dokumentat. Le të hyj. Për dokumentet do të ndihmojnë në punë si ministrisë sonë zoti Qazim Beluli, I cili është bashkëdhetari juaj. Faleminderit, zotni. Shpejtoni punën zoti Qazim dhe mos harroni porosin që lidhet me Fetah Minën. Shpirti gjyshit, I liri gjyshit. Me në fund, mbaroj dhe kurbeti Ilias. Gjysh Ilian e ka marrë shumë malli. Të shotë më dhe njëgër, babush. Kam një gëzim, po kthejmë në dhe. A mund të di, babush? Po kthejmë në dhe. Në Shqipëri. Po këto që ke këtë? Të mitë janë, më presin. I ka marrë malli. Dhe për këto je e gëzuar, babush? Po? Nuk kam parë asnjë njeri që të vej me kaq gëzim në Golgotha. Si e më shëndet, babush? Birë, mërë birë. Gjo këtu. Njon një psikiatër me pa. Ai mund të ekzaminoj për kundrejt $50. Faleminderit. Dëgjo zanën ti.
tani dëgjoj me vëmendje, babush. Do të them disa gjëra për Shqipërinë. Shqipëria është Golgotha. Erdhe? Po. Asgjëtër. Vetëm Me besimin, e lash të klisi për erë. Ule një qikë se u dova. Mos në gënje u e Salione? Drejke i merë vesh më tjeri. U bën 8 ditë. Mërdhive mbrëm? Jo. Kam sjell diçka për të ngrënë. Duke qumë është ngratë. Kujti shkoj ndërmendje këty? Aha. Ja, gëzimit. Çka ndonjë tjetër e lidhur me çështën? Bexhetit i erdhi përgjigje me fetarin. Edhe? Ai thotë se nuk ka ndërmend të kthehet dhe se nuk u beson pallavrave të tilla. Po për Qazim Beluli? Kjo është kryesore. Këta e mbaj mend fjalë për fjalë. Sa për Qazim Belulin, di se ai është ndihmës i një majori, dhe se është vështirë që ta ndrojë atë vend pëllumbash me qelinë e burgut që i propozoni ju. Letra është shkruar për fetaut? Pikërisht për ti. Si thua ti Ali, mos kemi hyrë në rrugë të verdhër. Përnder o pirës dishte. Po edhe gëzimi po tregohet shumë i madh. Siç duket, nuk do të influencojnë mbi ne të tjerët. Nëse unë pa iki tani, tu çdo gjë e ke në rregull. Ai sukses. O, Piro. Kur do? Qumshim. S'ka gjë mbahet se do duhet për natë. Hajde ditë në mirë. Ditë në mirë. Shqiponja 2. Jam Treshi, si më dëgjon? Treshi jam Shqiponja 2. Treshi jam Shqiponja 2. Ju dëgjoj shumë mirë.
Shqiponja 2, Shqiponja 2. Ju informoj se lakuriqe natës fluturojnë në orën 11:30. Fluturojnë në orën 11:30. Si më dëgjoni Shqiponja 2, si më dëgjoni? Ju dëgjoj shumë mirë, ju kuptova. Mirupafshim. Mirupafshim. Barodali. Ja dhe pak shna uzim. Quhet Xhamal Shkozën.
Biografinë e Kaster. Është dënuar disa herë. Era në fundit është dënuar 10 vjet për agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. Deshifruar në materialet e pikës sekrete? Po. Janë të dhënë me karakter ushtarak, mbi fortifikimit, mbi dislokimin e forcave ushtarake. I studioni me kujdes gëzim për përcaktuar burimin se nga kanë ardhur. Çfarë kod shifrimi kanë përdorur? Më të thjeshtin. Çdo shkronjë e alfabetit është zëvendësuar me numër progresiv. Shifrës më të vogël, shton 5, më të madhe se as bret. Duke se e konsiderojnë të sigurt të mënyrën e lidhje. Jo vetëm kaq, Piro. Ata kanë më shumë besim tek vendi sekret se sa tek shifra e tyre. Dylli i mbulon të gjitha. Sikur ti rishikonim edhe një herë të dhënat. Po. Ato janë shumë kontradiktore, gëzim. Versioni mbi vrasjen e Qazim Belurit tashmë në dritën e të dhënave të reja, po zbehet. Sidoqoftë duhet tregoni të matur. Kemi kapur një fill i cili do na çojë drejt qendrës së rezidenturës së armikut. Ne duhet gjejmë se kush fshihet pas pseudonimit Skifteri. Tjetër ç'kemi? Midis Bexheta Lushit edhe Isait ka plasur një dashuri e madhe. Ja është interesante. Vetëm duhet tregomi të kujdesshëm. Këtu kemi materialet që kam menduar t'i studiojmë. Lexojeni, përgatituni dhe takohemi në zyrë pas 2 orësh. Dakor? Dakor. Se harrova të them. Pas nesër filloj punën fizike, kështu që... Si gjithmonë në motoparkën e Xhagalës. E po nuk harrova zanat e parë, Piro. Të paktën një muaj në vit në herë deti nuk është keq apo jo? Ashtu është. Unë jam dakord. Do të kënaqemi me peshk të mirë këtë muaj. Gëzimi do t'i lea manet akvariumit. Mos të bëjmë merak shumë të marrë. Kështu pra takomi në zyrë, ha? Mi bëska aeroplani. Po si e më shpirti gjyshit? Po ke treni. Edhe ke treni. Po ke koshat. Edhe ke koshat. O gjithë në ditoj që se për në kalon kalamaj. Mirëdita, Xhaxha. Mirëdita, më mirë. Si jeni? Mirë, si dukeni? Mirë. Ju jeni Ilja Shkeli? Po. Desha të bisedoj me juve për diçka, mundet? Po të di, pse? Ulimi aty? Po. Jam një punonjës i degës së punëve të brendshme. Desha ndihmën tuaj për diçka. Po të di, pse jo? Juve dini diçka, shoku Ilja. Keni biseduar me Nipin për peripecitë e jetës suaj jashtë shtetit. Keni përmendur aty edhe një bandit I cili ka kryer shumë krime kundër popullit. E kam fjalën për Zanën. Po. E njoha disa ditë para se të kthehesha për natë. Duke I qeva ndaj bënte një jetë plot veshë. Ishte I pirë tap kur më erdhi në tavolinë. Ju njihte? Nuk ishim njohur kur, por pata përshtypjen që ajo më njihte mirë. Pse biseduat?
A i që ditej që doja të kthejsha në atë, me bërë agitacion që të mos vija. Fliste jashtë zakonisht keq për Shqipërinë, më mirë. Më tha se edhe ata që kishin qenë në Shqipëri ishin ratisur. Pastaj më përmendi një farë Qazim Beluli, i cili ishte ratisur bashkë me bandën e tij. Ja ku është, më tha. Ka bërë karrierë. Ashtu? E njoha atë Qazimin, sikur e kam parasysh. Në ballë kishte një si të prerë. Ishte ndihmësi majorit Kell që iqej si punonjës i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Një njeri i korruptuar dhe rishfexhi. Po të keni nevojë, më thërisni. Jam gati t'u ndihmoj me çfarë do. Ju faleminderit. Nikse të vras. Pik të thash. Ja, erdha. Me sill tallë. Po. Të bëj dhe ty ves? Jo, s'është nevojë. Prap do ikësh. Po do iki. Po kur të lëndruan?
Ku po kthehesh? Do vënoshëm? Pa di unë. Sot e kishim lënë që të korrim ledhet. Po. Nesër. Nesër? E më nesër. Po dhe djek shumë the nesër. Nesër. Mbrëm shkrimi me ngriveshët. Pse? Kur të ngrihesh vetë me tha me qa dhe mua. Do të vi të korë bardha unë me juve. Shiko. Mos harro me tha t'ja thuash dhe badajit. Qera tuci. Mirë që më kujtove. Nesër kur të gëdhi, dërgoj djalin nga shaqo të marrë një drapër tjetër ta ketë për vetë. Mirë. Nesër i thua qlirimi, kur të kthehet babaj, do të korim barin. Bari do korur qa zonara për tokë do në haj lopa. Mbaroj këto punë që kam nisu me gjevo, pa dhe barin do të korim. Mirë. Mirë. Shëndosh. Shëndosh. Mirash. Atere, nuk e di sepse, por nuk doja të besoja fjalëve të botës. Nuk u besova. Nuk doja të besoja. Kjo ka qenë dita më e shënuar për mua. Kurse ti pas ke qenë